Sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë të dytë e emisionit Top Fare. Hëna nuk ishte se si të shkonte më bukur se kaq, sepse temperatura momentale mbi kokat tona, ose edhe poshtë nesh, mund të jo poshtë jo. Poshtë masë është më ngrohtë Juli. Varet si. Po ti je me fustan hyn. Në ajri. Nuk e di për ty, unë s'ka vesh ndonjëherë fustan, por mund të them që temperatura si për syneti. Ore ti. Ne jemi bërë, po s'ka lidhje pse duhet marrësh fustan, çfarë mund? Zoja për synet mos veshje fustan, nëse çfarë mua me synet liku. 24 gradë Celsius është temperatura se fiksove jetën. Po 25 është data. Çmend e mor burr. Por nuk do të flasim as për synet lik, as për mot, do të flasim për një gjë tjetër, shumë bukur, shumë frymëzuese, sepse jeta tani është bërë shumë e vështirë, por imagjino të jesh artist të 2026-ën, sa e vështirë është të bësh art, të krijosh art dhe të futesh në botën masonike të artit. Angelo Cako për ju. Jo drejt ke kursuar masonike, s'është bërë tani vështirë për të futur. Po është sekto burse, nuk teatri kombëtar në sekt. Po nuk të fut njeri mor, por duhet të hash me mishe, me gjitha nejse. Këto fjalë i thashun fjalë të bukura thoi tjetër për sa. Po ç'të them tani, direkt nga bankat e shkollës në skenën më të madhe të humorit në Portokalli. Ajo vazhdon të jetë në bankat e shkollës, po vazhdon të jetë në Portokalli. Patjetër, është Suela Prendi është me ne, mirë se erdhe e dashur. Mirë se ju gjeta. E para punës falenderojmë shumë që pranove këtë ftesën tonë. Po ishte kënaqësi. Dhe komplimente që e ke bërë është shumë e bukur sot. Oh, faleminderit shumë zemra ime. Përshëndesim prof London që na mban gjithmonë me pekule, dhe na thot dashuria, drita. Të duam shumë, faleminderit shumë. Sepse mua me Suelën nuk na ka bërë thjesht bashk Top Media Juli, po ne ndërkohë jemi edhe në një shfaqje ku jemi koleg. Po shfaqja ka pak emrin të çuditshëm, por është një komedi brillante. Si ka shfaqje? Sonte darkojmë në shtrat. Shumë mirë. Po çka ka darkojmë në shtrat? Fundja kur ishte Bigu ne në shtrat e shihnim Bigun, po. Edhe hanim në bukë në gjë. Ata me shtrat shkuan në finale, s'doni me darkoj ju. Të iki. Jo, mos ik mizër, mos ik jo. Ti tani erdhe. Suj, si fillim si ishte dita jote, Top Topi apo Top Fare? Top Fare ishte me thënë drejtën, po edhe pak Top Topi. Se ç'a ndodhi? Janë zgjuar që në peso, çuna kam ardhur nga Puka direkt në Tiranë. Se me thënë të drejtën, Puka është 3 orë gjysmë nga Tirana. 3 orë gjysmë është. Bëj thirrje. Shutoi pak të rrugën. S'ka çaj bën, ajo është rrugë e komunizmit dhe është shumë e mirë, por nuk e se si. Shumë e mirë, po shumë e lodhshme me thënë drejtën. S'ka si ta shkurtosh atë, vetëm vesh nga ajri, të bësh në aeroport. Me helikopter. Pra po të thot Kixha të shkojmë të japim shfaqjen Pukti, do thosh bo. Do të nisemi një ditë para. Që ti jemi të haftor. O Suj me që kolegu të tha Suj dhe të një më mirë. Mos ma merr Suj, se Suj është konfidenciale. Thuaj Suela. Suela. O Suela. Ashtu bravo. A ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot? Të dalim borxhi që në fillim? Jo, më pyesni për çfarë të doni. Bukur shumë. Mirë, atë ka dhënë ai Lex Selin që e kemi këtu. Jo. Apo të ka marr për drejt autor. As ka dhënë as nga marr, me zonë e dhan këto që do të jetë. Bëj shaka. Po se unë rrogën tënde të parë di se çfarë e bëre, të pash. Allahu telefon direkte. Direkte, jo, e ke gabim. Se çfarë i bëre, bleve shtëpi? Po i kursej Angelo për ditë vështira. Ditë të vështira, pa ne kemi shumë ditë vështira përpara artistët. Vallai ditë vështira kanë ardhur. E thaj po se besumne. Po zëra për te shakas. Ti ishe në sezonin e parë të Portokallis për ty. Gjë që u mbyll të dielën dje. Tani, është shumë e bukur, po edhe pak si e pabesueshme. Si është që nga një rreth i ngushtë ku ty të njohin vetëm disa njerëz, po marr një shembull 100 njerëz, të dalësh në spektaklin më të madh të humorit në Portokalli, të dielën dhe të hënën ty të njohë gjithë Shqipëria. Pra, ti kur del të hënën të flasin, të thonë sa bukur dole, Puk ngritën pjedestal për ty, mora vesh, u bore e më rrugë. Gjitha këto i bore vetëm më dita. Madje duke u bërë dhe një mbledhje e Këshillit Bashkiak të Pukës, po, bëhet qytetare do bëhet rruga e re, rrugës së re ti vjet emri Suela Prendi. Ua, çfarë kënaqësie. Po kalojmë nga Suela.
Sa që ka shtru Suela, ke qef me kalu. Suela është me lek që ka shtru. Super surprizë. Është shumë e bukur, po tani ideja e pyetjes time që ndronte si u përballe, si ishte emocioni. Ka qenë një super ndjenjë dhe kënaqësi shumë e madhe, edhe jam shumë mirënjohës se publiku se kanë pasur vërtet komente shumë pozitive që nuk e prisja. Edhe jam ndier shumë mirë edhe mua nuk më duket ndonjë gjë wow e madhe, ke parasysh se jam shumë grounded me këmbë në tokë. Edhe po thjesht kur shoh që vin, flasin, e shprehin atë dashurinë publiku, un jam shumë e lumtur, më bëhet zemra mal. Aty e kuptoj që vërtet po ja më njohin. Okej. Ka filluar qyli në jetën tënde Suela? Ka filluar pak. Okej, ne bëjmë thirrje edhe këtyre. Edhe qyla xhinme. Bjeri mori qylit. Bukur, ja, se qyli të lezeton. Ti ke edhe një ngjashmëri me Selin, duhet të them. Jore joti. Po, a e përdor ndonjëherë këtë? Ja. Në fakt është shumë e kështu se aq shumë ngjajmë sa edhe kur nuk e përdor duket sikur e përdor. Po në fakt nuk po e përdor. As tani s'po e përdor. Tani ke të vështirë ti je vetvetja. Tani un jam vetvetja, po njerëzit nuk e kuptojnë, nga që ju thashë përpara ka rënë kjo që taksirati njohën më përpara Selinin, gjë shumë e mirë. Dhe dola unë pastaj dhe nuk e bëjnë dot tani diferencën. Kur është Suela që imiton Selinin? Suela, po ju keni qenë brez vipash, ha? Selin, ti, Livia Lozi. Po. Sa tjerë ka. Do dal dhe shoqja ime tani Melisa Manuka. Po Melisa që bëri çmenduri tek po tek Melisa. Asivo semi. Melisa është shoqja ime. Melisa jo, një shoqë tjetër. Po Suela si vi telefoni kush ta kujton ne si jemi vipa. Po jo e din që ne jemi në punë tani, e kupton? Jo, po shumë brez vjen, nga janë më vjen mirë. Domethënë që po pse ankohesh ti më? Shokët tu janë bërë drejtorë teatri. Shiko, un kam shok, kam edhe shok, Kam edhe shok që janë bërë deputet. Kanë shok, vetëm u burrim mendër. Po është mirë. Keni një që është martu? Martu më tjetër. Se un kam edhe shumë që po martohen. Po ti si je me këto? Jo, un jam shumë dobët. S'ka pas prurje, edhe pse imitove Selin. Jo, më rënd akoma. I ke vënë një stop apo nuk ka ardhur në një pemthym? Unë nuk kam vënë kurrë asgjë, thjesht mi ka stopuar universi. Okej. Thirrje. O ju, pemthyma. Shqipëria goca se ka gocat mira pafund se kanë filluar çunat ankohen, thonë ore nuk ka vajzat mira thon. Ndërkohë e shohin dielën portokalli çdo ditë. Është vërtet, po edhe ne jemi pak të vështira, thonë të zgjedhim se edhe çunat sot. Po ju përjashtoj ju të dyve. Po. E përjashtoj dhe vinin me që kemi. Vinin na fal. Po edhe Wizi është. Janë për pak për tac, nuk e din se çfarë duan, nuk ka një motiv të zgjohen, bëjnë diçka për veten e tyre, thjesht janë mësuar me gjërat gati. Dhe mua kjo gjë më shqetëson me thënë drejtën, se kur unë punoj gjithë ditët për të siguruar jetesën time, tani të lutem, duhet ta bësh dhe ti. Ta bëj dhe ai, mos jetë princesh. Po. Burrat në hije ta qeshin ku vendojnë, pika që su bie se nga gratë rojnë. Fiks momenti për publicitet, rikthehemi se ishte pjesën tjetër, nuk do të flasim më për burrat, flasim pak se çfarë duhet një artisti të ri në Shqipëri për të mbijetuar për çfarë. Vetëm pas pak. Si jeti mi motër, se ç'ke një lloj pozitiviteti ti që unë dua të të shoh më shumë në televizion, do thoshte Manushi. I bën thirrje Manushi. Ashtu. Se je angazhuar përveç se tek Portokallia ke dalë ke vajtet guximshmi, ke shku në trotuar, mos gabofsh. Jo, te trotuari akoma. Pse? Pse si te trotuari ti? Akoma, po presim. Akoma jo. Po pret Manushin prapë. Suela, Portokallia është një maja icebergu. Por ti mbase nuk e kishe në plan kur ju fute botës së artit për të qenë pjesë e Portokallisë. Fare, më thënë. Tani, unë dua të di se çfarë bën një vajzë 23? 22 më falë. 22 bëj, 21. Çfarë bën një vajzë 22 vjeçe për të jetuar dhe mbijetuar duke
u përpjekur vetëm me art, se ti s'bën punë tjetër, që është jashtë artit. Jo, vetëm me art, me si jeton Suela pas asaj bukurisë portokallis, pas asaj bukurisë Top Channelit, çfarë të duhet ty të bësh? Me thënë drejtën, unë kam fatin që kam 2 prindër shumë mbështetës, edhe gjithmonë kanë qenë aty për mua, edhe nuk e kanë llogaritur fare këtë shkollimin tim apo marrjen pjesë për televizion dhe angazhimin tim në televizion, dhe kanë qenë gjithmonë aty për të ndihmuar edhe financiarisht kur unë nuk i kisha gjitha mundësitë, se tani 21 vjeçë, ose do të ndihmojnë prindrit ose do të ndihmojnë prindrit. Po, patjetër. Në rastin tënd të ndihmojnë prindrit. Ma ndihmojnë vërtet prindrit. Me vërtet, pse tani i merr prap lek mamet dhe babit? Tani ka një sezon portokallisë si merr. Tani çoj ajo, më ku shkon punë. Nuk ju e dini vet. Jo, nëse dim s'kemi qenë portokallisë, se dim sa e ke rrogën. Po nuk ja dilet, nuk. Jo, patjetër që se dilet, thashë do thojë rrogën. Nuk, jo. Po mund t'ja tregoj tani. Vini duhet ta dish ti besoj gjithë vite aty duhet. Jo, nuk e di as ti. Okej. Po s'maj gjithë disoj prandaj. Nuk na interes. Si ka kjo? Po e rëndësishme është që ti ke krijuar një lloj buxheti që tani jam më mirë financiarisht. Dukesh grop. Jetoj, bie me shtym tani. Të kemi shëndetin, i thuaj sa. Po, patjetër. Po jo, prindrit janë gjithmonë aty dhe nuk e kanë kursyer kurrë, sidomos për shkollimin edhe për mbijetesën funditëse. Janë gjëra të domosdoshme që duhet t'i kemi, jam munduar që këto kohë disa nevojat mia personale t'ia heq vetes patjetër. Por edhe ti lirë pa gabara prindrit, po. Jemi me paragjykohesh kur je në një spektakël humori për të luajtur teatr? Nga këta artistat e mëdhenj që paragjykohem nga ata teatrit që vijnë nga Portokallia. Nga ata Pacino të Shqipërisë. Apo nga ti që je në Portokalli dhe do të luash teatr, paragjykohesh nga aktorët, artistët që nuk bëjnë televizion? Ke nuhatur në një... Tani, me thënë drejtën, është pak. Është pak, ndoshta jo aq e dukshme, më shumë e mbajnë si në vete, në përdhëm, ta hedhin si fjalë, po e mbajnë shumë, e mbulojnë mirë. Okej, e mbulojnë atë me atë. Po, tani, mundësi që t'i jep televizioni, nuk t'i jep dot teatri. Këtë e dim shumë mirë, ju të dy jeni vetë aktor, e keni parë, funditës nuk keni kod këtu. Ti rrofshë motre. Faleminderit na kujto. Dhe unë prandaj po mundohem të zgjeroj disa dekt mia që mos t'jem vetëm teatr, se kam kuptuar që nuk mjafton. Okej. Suela, sipas mendësisë tënde, pse artistët këtu në Shqipëri nuk janë të bashkuar, po janë të përçarë? Pse ne nuk e kemi qef njëri tjetrin? Pse kur të pyesin ty për shembull a njeh dikë për këtë, ti nuk ja sugjeron? Ty nuk po të marr konkretisht, po marr dikë tjetër, pra ai të heq, si thua, mundsinë e art. Nuk e di se e shohim njëri tjetrin ndoshta shpeshherë edhe si konkurrencë, por harrojmë që çfarë është bërë për mua nuk ma merr dot njëri. Dhe unë me thënë drejtën, kur më kanë pyetur për ndonjë mik timin nga shoqëria, nëse është dikush që do të marrë një projekt ose më sugjeroj dikë për një rol ose për diçka, ai sa na pyesin, se s'është unë jam aq që do më pyesin mua tani se këti sugjeroj për role. Po jam munduar të jap gjithmonë një emër, një arsye. Një arsye. Një emër, një arsye, okay. Ashtu për dashuri ka shkruar Romeo dhe Julieta, e kanë shkruar që të gjithë, më kupton, edhe ai duhet me Birkena duhet me dash Mateun edhe kështu anasi. Çfarë po thua o tani? Shumë e bukur, ka qenë moment epik edhe Vini që ka qenë. Një sekond. Angelo, përshëndetje, jam Marashi nga Shkodra. Kam një hall shumë të madh. Fale, se më erdhi mesazh. Thot e paska për ty. Angelo, përshëndetje, jam Marashi nga Shkodra, edhe kam një hall shumë të madh. I kam thënë disa njerëzve, thot, që njoh Selinin.
Dhe tani të lutem ka mashtruar, të lutem i thuaj Sueles të vinë në Shkodër të dali pak në takim me mua që njerëzit më shohin sikur kam taku Selinin. Hajde hallë Marashi, hajde. Nga Shkodra. Marashi. Bën takimun me këtë me Marashin? Marashin. Varet si dush. Mund t'ja bësh emrin për këtë Mari për shemb. I paguan ai kafet. I paguan ai. Marashi, Marashi. Jo, nuk bëjmë të tilla negociata. Mos mashtro njerëzit. Unë mashtro njerëzit. Ai Marashi. Tani si t'ja bëjmë? Try again, thuj. Jo, ti nuk do ta bëj. Pastaj pse duhet të shkruante ty ai? Shkruante mua personalisht. Po ku ta ka shkruajt mi po si ke kthy? Do shihet te requestat mbase. Marash kumbulla e ka. Ja, pritet të Marash kumbulla futbollist. Ja, nuk është Marash kumbulla, është Marash ti. Por pak desh boni golin. Nëse është futbollist. Okay. E më shaka. Jo, po nuk luve këto ekipet e mëdha. Sa ka shumë kohë, okay. Bëre tifo në këtë big? Do të thënë ti shpresoj që ti ishte Selin deri në fund që bëje rolin. Përveç kësaj. Se ishte shumë e bukur këtë vit. Domethënë krye rolet se si Greta, si Eugini, sa filluan i bënin, sa morën hov këta dilnin. Ja fat më zi pat Eugini. Eugini sa fillonte të invitonte dilte. Ti isha me Selinin këtë big? Unë isha me Selinin dhe s'kisha dyshimin që do i shkonte deri në fund, edhe e dija që do isha deri në fund sezonit. Okay. Slay Queen. Edhe prandaj edhe kam mbështetur shumë. Përpara se të hyja në Portokalli, nuk e dija fare që do hyja në Portokalli, por unë e mbështeta. Po kur në gjysmëfinale që ju fut mami Selin dhe i tha hajde në shtëpi, gjakun fund këmbë ty. Bo rroga dhe ti. Kapi çik shuarit një. E kishte marrë dhe mami vet, cili hallin e vet ka. Ti fryt tymi drejt. Se ç'bëhet atë. Po edhe mami vet e kishte marrë mam. Ajo i hajde në ti shtëpi. Po pra tamam, do vinte mami im te Portokallia. Hajde dhe ti se. Po mami jot ngjan me mamin e Selinit apo jo? Ngjan pa. Ngjan pa, vetëm se mami Selinit është bjonde dhe mami im është brune. Po baballar ngjajn? Ngjajn e vet. Shega çudish për fare. Edhe vlezërit ngjajn ono me vllajin. Si ka mundsi baba? Është shumë e çuditshme, nuk e di jam habitur. Se unë nja vetëm Selinin dhe e dija që ngjajun po kur filloi, pastaj ti dilte gjithë portreti familjar. Po goc, fotot e ti viti tjetër fitohet si Selini, pas njëjtit fat. Po kush do imitoj Selin, do futet Selini, okay. Mish mash u bë. Jo, mish mash, jo Marash. Jo, Marash i bën thirrje, provo sërish, kemi reklamën e kthehemi sërish. Rruga. Kalojmë nga Suela, ikim vetëm për pak rikthehemi sërish.